Kryeministri Edi Rama mbledh ministra, deputet ish, deputet si edhe drejtues të Bashkisë së Kryeqytetit me qëllim koordinimin e strukturave për zgjedhjet e parakohshme në Tiranë. Do të lidhemi me njëherë me kolegen Greta Bullari, e cila disponon më tepër informacion. Të përshëndes Greta, a ka nisur kjo mbledhje dhe cilat janë detajet e fundit? Jeta, të përshëndes, ka nisur në fakt të mbërrin disa prej figurave më të rëndësishme të Partisë Socialiste, por dhe antar të strukturave të kësaj force politike për t'ju bashkuar mbledhjes së thirrur nga kryeministri Edi Rama. Në fakt, mbledhja është parashikuar të nisë në orën 16:30 dhe ende në këto momente nuk ka mbërritur kreu i qeverisë. Më duhet të theksoj se në mbledhjen e sotme të pranishëm pritet të jenë ministra, deputet të qarkut të Tiranës, po ashtu edhe ish deputet apo funksionar të lartë të kësaj force politike. Të ftuar gjithashtu janë edhe përfaqësues të Këshillit Bashkiak, po aq edhe të Bashkisë së Tiranës. Patjetër që fokusi Jeta do të jetë pikërisht tek mobilizimi i strukturave socialiste për zgjedhjet e parakohshme të kryeqytetit, tashmë që edhe presidenti Bajram Begaj ka dekretuar datën e zgjedhjeve 9 nëntorin, ndërkohë që ligji e parashikon, apo po themi edhe sipas njoftimit të vetë kryekomisionerit Ilirian Celibashi, do të ketë zyrtarisht një javë fushat, megjithatë socialistët tashmë e kanë nisur edhe më herët fushat sa i përket këtyre zgjedhjeve, duke shprehur kështu edhe angazhimin dhe rëndësinë që ka për socialistët kjo zgjedhjet e parakohshme të Tiranës. Drejtimi i fushatës në fakt i është besuar zëvendës kryeministres Belinda Balluku, ndërkohë që socialistët do të tentojnë që me 9 nëntor të rimarrin sërish drejtimin e Bashkisë së Tiranës me Ogerta Manastirliun, dhe pikërisht ditën e sotme pritet të jepen edhe porosit nga ana e kryesocialistit sa i takon punës në terren, por dhe të organizimit të zgjedhjeve. Të falenderoj Greta për raportimin.